dhe e ka pas një ndikim jashtëzakonisht të madh në rritjen e tarifës edhe të ujit. Sektori i ujit ka nevojë për investime të mëdha, gjithashtu. Për përmirësimin e shërbimeve të ujit kemi nevojë. Zonja Morina, na tregon pse është rrit çmimi i ujit në Kosovë? Okej, s'parë më lejoni të falenderoj për këtë intervistë dhe për neve si autoritet rregullator i shërbimeve të ujit është shumë e rëndësishme që qytetarët tonë ta kuptojnë sakt pse ka ndodhur rritja e tarifës. Ju duheni me ditë që sektori i ujit nuk është sektori i izoluar, mbaret edhe prej faktorëve të jashtëm dhe duke qenë se ndërmarrjet e ujësjellësit kanë qenë të obliguara të dalin në treg të lirë për furnizim me energji elektrike, sikurse kompani tjera, çmimi i energjisë elektrike është rritur për 2.5 herë më shumë. Dhe një pjesë e madhe e kostave operative që kanë ndërmarrjet e ujësjellësit shkon edhe për mbulimin e shpenzimeve energjetike. Kjo natyrisht që është dashur me u përfshi në kalkulimet e shpenzimeve operative dhe e ka pas një ndikim jashtëzakonisht të madh në rritjen e tarifës edhe të ujit. Dikon rreth 20% të kostove operative që kanë ndërmarrjet e ujësjellësit e përbëjnë kostot e shpenzimeve operative. Në komunikatin ku keni njoftuar për ndryshimin e tarifave, përveç çmimit të energjisë elektrike, keni përmend edhe koston e investimeve dhe të mirëmbajtjes. Pika të shkurta, çish ka ndiku kjo kostot e tarifave të reja? Sektori i ujit ka nevojë për investime të mëdha, gjithashtu. Për përmirësimin e shërbimeve të ujit kemi nevojë për investime të vazhdueshme në sektor. Natyrisht që preokupimi kryesor i autoritetit rregullator i shërbimeve të ujit është mbrojtja e qytetarit dhe qytetarët mos paguan më shumë se sa që duhet për me marrë shërbimet e ujësjellësit. Mirë po, në anën tjetër, ne si institucion duhet gjithashtu të sigurojmë që këto ndërmarrje të jenë të qëndrueshme financiarisht dhe të ofrojnë shërbime sa më cilësore. Duke qenë se ndërmarrjet e ujësjellësit deri kohët e fundit kanë pas mbështetje prej donatorëve, mbështetje kryesisht edhe në investimet sa i përket furnizimit të qytetarëve me ujë dhe këto investime gjithmonë po shkojnë të u zvoglu. Ne duhet të bëjmë përpjekje që tash tutje këto investime të realizohen nga të hyrat betanake. Dhe të i lejojmë kompanive të ujësjellësit që këto investime të kenë mundësi të investojnë në sistemet të ujësjellësit dhe të ujrave të ndotura. Në këtë procesin tarifor, ne kemi leju investime më të mëdha se sa në proceset paraprake, duke qenë se kompanitë të ujësjellësit kanë realizu investime më shumë se sa historikisht që kanë realizu viteve paraprake, si dhe për arsye se kemi ndryshu metodologjinë tarifore, e cila nuk ka ndryshu prej vitit 2009, kemi ndryshu metodologjinë tarifore, me anë të së cilës tashti kemi një mekanizëm që nëse kompanitë e ujësjellësit nuk i realizojnë këto investime që i kemi aprovuar me proceset tarifore, të kemi mundësi që ato investime të ju kthehen konsumatorit, të kompenzohet konsumatorit pra për ato investime. Sa prej 7 kompanive rajonale kanë operuar me humbje ose s'kan pas, më thonë, fitim ose të prisan në fund vitit fare? Për 7 kompanive për vitin 2025. Kompanitë e ujësjellësit asnjëra prej tyre nuk operojnë me humbje. Autoriteti rregullator i ujit siguron që kompanitë e ujësjellësit nëpërmjet tarifave ti mbulojnë shpenzimet operative, ti mbulojnë mirëmbajtjen e sistemeve të ujësjellësit dhe të kanalizimit, si dhe të realizojnë investime kapitale në ripërtrirjen e rrjetit. Ato nuk kanë operu me humbje. A kanë fitim, për shembull? Nëse kanë fitim, çka bojnë me fitim? Po nuk kanë as fitime. Ato mjetet të cilat i kanë në konto momentalisht, nuk kanë as fitime. Ato janë të detyruara të i realizojnë investimet kapitale ose të kanë një pjesë të shumës të dedikuar për shpenzime të paplanifikuara, siç ka ndodhur tash me rastin e rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Po, për shembull, Prishtina në vitin 2024 ka pas diku rreth 2 milion euro fitim ose të prica në fund vitit për vitin 2024. Që ato 2 milion euro ku shkojnë? A i dorëzohen dividend të qeverisë ose ministrisë ose çka ndodh me ato 2 milion euro? Jo, ato asnjëra nga kompanitë e ujësjellësit nuk kanë dërgu dividend te qeveria, po ato mjete duhet me investu në infrastrukturë të ujësjellësit të kanalizimit dhe duhet të
të shpenzohen ose, siç ka dhe më herët, në shpenzime të paraplanifikume. Sektori ka nevojë për investime të mëdha, ne jemi tu ballafaqur për çdo ditë me probleme të ndryshme, ndërprerje të ujit, edhe kualitet të ujit, patëm rastin edhe të manganit, edhe defekte të ndryshme në përjet, duke konsideru që rjeti është shumë i vjetër. Kështu që nevojat e kompanive të ujësillës për investime janë të mëdhaja, edhe këto investimet në sektorin e ujit edhe në infrastrukturën e ujit kanë kosto shumë të lartë. Do me thonë, nuk është ndonjë kosto shumë, nuk është ndonjë shumë e madhe 2 milion euro, por një ndërmarrje të ujësillësit siç është kompania e ujësillësit Prishtina.